janë të mbushura me plot të pavërteta sa i përket luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Përpos goditjes ndaj luftës sonë të drejtë, ndaj ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Këto qarqe caktuara kanë filluar pra të goditin edhe viktimat civile të luftës, që është krimi më i madh që po ju bëhet, dhe vrasje për së dytën herë është këtyre viktimave civile të luftës dhe tentim për të relativizuar krimet serbe dhe gjenocidin që ka ushtruar Serbia në Kosovë. Pra këtu janë paraqitur gënjeshtra, nuk janë paraqitur të gjitha masakrat. Janë paraqitur, edhe nëse janë paraqitur me numër më të vogël, gjë që na ka bërë që mos ta pranojmë dhe ta kundërshtojmë me forcë tendencat për relativizim apo për shmangje nga përgjegjësia e shtetit serb karshi popullatës civile duke bërë gjenocid. Si organizata ishit të kënaqur nga numri i qytetarëve pjesëmarrës në këtë protestë? Po t'ju them të drejtën, ne nuk kemi pas kohë që të bëjmë përgatitje. Kjo ka qenë protestë e rastit, protestë e thirrur aty për aty dhe një më tepër si reagim. Ndërsa edhe moment për të paraqitur kërkesat tona, siç janë, ju thash, kërkesat janë paraqitur gjatë asaj proteste dhe kërkojmë